Horoskopi ditor është shtunë 5 prill 2025. Dashi, parashikohet një ditë mjaft interesante dhe pozitive për të lindurit të kësaj shenje. Këshillohet që të mos i lini mundësitë që t'u ikin nga duart, pasi mund të ndërmerrni një rrugëtim të ri. Kjo edhe në sajtën ndërhyrjes së ndonjë miqësie, ku do jepet dorë në sferën profesionale. Edhe në fushën e ndjenjave do të ketë rikuperim. Demi, pritet që të përballeni me problemet e natyrës ekonomike. Shpenzime të shumta edhe të papritura do të dëmtojnë portofolin tuaj, duke gjetur veten në vështirësi lidhur me menaxhimin e financave. Bëni kujdes në raport me familjarët dhe stimuloni dialogun në mënyrë që të shmangni keqkuptimet. Pinjakët, duhet të mundoheni që të bindni veten se ndonjëherë mbyllja e një kapitulli është zgjedhja e dur për të ndjerë më mirë, edhe në sferën profesionale. Mundoheni që të shikoni drejt së ardhmes. Në sferën sentimentale do të ketë përmirësime, mjafton që t'i kushtoni më shumë rëndësi dashurisë. Gaporja, do të ndiheni të lodhur, sidomos në sferën profesionale. Jo çdo gjë do të ecë siç ju dëshironi. Përkundrazi, ka disa çështje pezull, të cilat kanë nevojë për sqarim dhe për shkak të tyre do të ndiheni nervoz. Mundohuni që të kërkoni ndihmë. Luani, kjo shtunë nuk do ju gjej as pak në humor ku do të dominojë lodhja. Keni nevojë që të pushoni më shumë, ndaj mundoni që të bëni vetëm gjërat e domosdoshme. Shmangni përplasjet dhe diskutimet. Nëse mundeni, shtyheni për ditë tjetër problemet dhe diskutimet, edhe nëse kanë të bëjnë me sferën sentimentale. Virgjëresha, parashikohet një ditë rikuperimi në raport me të mëparshmet, ndonse ka ende një situatë stresuese me të cilën duhet të përballeni. Do të ndiheni të lodhur fizikisht dhe mendërisht, dhe kjo gjë do ju bëjë disi nervoz. Mundohuni që të relaksoheni. Peshorja, ju pret një shtunë pozitive, gjatë së cilës mund të merrni lajme të bukura, të cilat mund të kenë të bëjnë me sferën profesionale. Edhe sa i takon ndjenjave, situata do jetë më e mirë, mjafton që të mos fiksoni pas së kaluarës dhe historive të cilat tashmë kanë përfunduar. Akrepi, kjo ditë do të jetë e mbushur me stres, do të ndjeni lodhje fizike dhe mendore, ndaj mundohuni që të gjeni mënyrën për të qenë në formë. Mos lejoni që të pushtoheni nga disa kujtime, pasi është momenti që të shikoni përpara dhe të bëni projekte të reja për të ardhmen. Shigjetari, këshillohet që gjatë kësaj fundjavë të jeni të kujdesshëm në çdo drejtim. Shmangni forcimet fizike. Edhe sa i takon ndjenjave, duhet të jeni të kujdesshëm pasi do të ketë probleme dhe ju nuk do të ndiheni as pak rehat. Bëni mirë që të reflektoni para se të flisni.
Britsjapi. Ju pret një shtunë interesante. Kjo fundjavë do të favorizojë të gjithë ata të cilët duan që të jetojnë larg një të kaluar të vështirë. Takimet e reja sentimentale mund të jenë mjaft të rëndësishme. Ujori. Do të përballemi me disa vështirësi gjatë kësaj dite në raport me të tjerët. Edhe në dashuri situata nuk paraqitet e mirë, ashtu si kundër në sferën profesionale duhet të tregoni më shumë durim. Peshqit. Këshillohet të tregoni të matur me fjalët që do të thoni. Nuk do të mungojnë polemikat dhe problemet. Ndaj bëni mirë të merrni masa. Ju presin orë të cilat duhen jetuar me më shumë kujdes.